Me tregu të drejtën, është shumë e vështirë të flasësh, sepse në vitin 2004, kur kam fillu me punu në kompaninë ISP, kam fillu vetë, personalisht. Dhe atëherë ka qenë shumë e lehtë me fillu punën. Qose ke pas mundësit financiare me vazhdu punën, ka qenë shumë e lehtë me fillu punën. Sot është shumë e vështirë me mbajt punën. Janë dy dallime pas 21 viteve shumë të mëdha. E këto vështërsi ne ka pru qeveria Kurti, duke na dëmtu në çdo sektor të jetës, duke ja vështërsu jetën çdo njanit prej qytetarëve tonë, edhe punëtorëve të mi, edhe mu, edhe çdo njanit që jetojmë këtu, në vend se të jetojmë më mirë, sepse kemë rregullu disa kushte, kemë rregullu do gjana, ne sot në ato kushte të rregullume nuk mund të jetojmë. Kjo është shumë e rëndë për ne dhe për çdo njanin sot në vendin tonë. Kur flasim, sot dikush thot pse trona? Pse trona, pse kom punu, i kom bo mbi 50 punëtorë, me më shtrejtu rryma 350% deri në 500%, a nuk është normale kjo? Ma mirë do të ishte që punëtorët e mi marë rrogat e 13-a, ma mirë do të ishte që punëtorët e mi me pas një ngritje prej 10% që kanë marrë çdo vit, se sa me ja pagu ato pare Serbisë. Vetë na ka thonë kryeministri jonë që ka marrë votën punëtorëve të mi. I ka thonë që na nuk jemi Serbi, na nuk bojmë kur gjë me Serbi, ai vetëm këtë vit 1 miliard e 100 milion i ka blerë rrymë prej Serbisë. Kjo është diçka stratosferike pa imagjinueshme. Edhe atë faturë jeni të e pagu edhe ju, që po më bëni pyetje, edhe ky djalë që më inqizon, edhe tjertë që do të na dëgjojnë. Ato pare të shku drejt për drejt e Serbisë. Nova kompani është e tyneve. Ne kemi fitu landën edhe në gjykatë, në Zorej. Si mundet me pas shtet brenda shtetit? Si mundet me pas institucion brenda institucionit? Kur gjykata, niveli më i lartë i vendit thotë që e keni fitu landën dhe pika do të më kthy në pikën 0, se ku kemi qenë, ajo nuk zbatohet. Nuk zbatohet prej Zorejës, prej qeverisë Kosovës. Do të thotë bizneset prapë vazhdojnë, dhe pse gjykata me ka dhënë të drejtën, i kemi fitu edhe në shkallë parë, edhe në shkallë dytë, edhe së fundit që u bë plot fuqishme, prapë Zoreja vazhdon me shtetimet e faturës. Nga 247% deri në 348-49% i kemi pas me shtetim faturat. Kjo është jashtë normales. Përpara nuk kena pas probleme fare me siguru pagat. Përpara kanë jetu më të lumtur punëtorët tanë edhe në vitin 2004 kur i ka marrë 300 euro pagën. Sa që i kemë pas pagat startuese në vitin 2004. Po ka jetu shumë më i lumtur dhe ka blerë shumë gjana më shumë me 300 euro se sa që i kanë nga 800-900 euro rrogat. Neta po flasim, 1200 bruto. Sot jetojnë më vështirësi ekonomike, nuk kanë mundësi me ble gjana ushqimore, më ushqy shëndetshëm, janë duke jetu në shumë kushte më të rënda me vlera më të mëdha të pareve. Kjo është absurde, është abnormale, është diçka që të bën mundi keq kur kemë rri me pagu punëtor shumë më shumë, 500-600% më shumë, dhe nuk ndihen të rahat. Edhe nuk më ndihen së në rahat, se kanë menën me dal jashtë. Edhe në asnjë qeveri, ma shumë se në qeverien Kurti nuk ka dalë rinja jashtë. Vetëm qeverisjen e Kurtit të 6 vjetë i kemë 250.000 banorë që i kanë shu venin. Për çka i kanë shu ata? Që kanë pas rrym 24 orë, që kanë pas ujë 24 orë, që kanë pas ngroje 24 orë, që kanë pas rrugë të asfaltume, që kanë pas ushqim shëndetshëm. Po me pas ndodhë në kohën e qeverive të kalume persit kanceroz, me hynë vendin tonë. Çka kishin bo këta? E kishin djegë vendin. Shkojnë, heshtje, tha vlojnë, tha peshkën, tha pak më shumë. Tha se i ngordhen krimat. Kjo nuk është normale, bre. Kjo nuk është normale. Lojë peshkën me kancer edhe helmoj njerëzit. Kanceri është bo grip sezonal të na.